Me rastin e shënimit të 2 vjetorit të partneritetit mes Qendrës për Autizëm Blue Puzzle dhe Ministrisë për Punë Sociale, Demografi dhe Rini, një delegacion nga kjo e fundit kanë qëndruar për vizitë në Gostivar. Gjatë vizitës janë shpalosur politikat e reja dhe plani zhvillimor i cili është në përpilime sipër për intervenim të hershëm te personat në autizëm. Valone Mini, përgjegjës i kësaj qendre, tha se intervenimi i hershëm te fëmijët deri 2 vjeç ka probabilitet për përmirësim deri në 80%, kurse pas moshës 7 vjeçare përqindja bien në 20. U bën gati 3 vite që qendra për autizëm Blue Puzzle është funksionale dhe ma shumë se 2 vite që jemi partner me Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale. Dhe ne si shoqat dhe e prindërve e kishim kënaqësinë që sot t'jetë prezent këtu sekretari shtetëror dhe na informoi me politikat e reja dhe planin zhvillimor i cili është në përpilim për intervenimin e hershëm, se ne të gjithë e dim se intervenimi i hershëm te trajtimet individuale ka shumë rëndësi, pasi që probabiliteti për përmirësim është 80% në moshën 2 vjeçare dhe në moshën 7 vjeçare bjen në 20%. Dhe ishim këtu për ta biseduar këtë pikë se si mund të shërbimet tona t'i bëjmë më kualitative, se si mund ta detektojmë atipizmin apo problemet që i kanë fëmijët në zhvillimin e hershëm në mënyrë që të përpiljojmë politika që të dalin në mbështetje të këto fëmijë. Sekretari shtetëror pranë Ministrisë për Punë Sociale, Demografi dhe Rini, Fatmir Sabriu, tha se janë duke punuar në mënyrë intensive për të aprovuar planin aksional për fëmijët me nevoja ndryshe dhe për të implementuar plotësisht strategjinë për deinstitucionalizim dhe strategjinë nacionale për të drejtat e personave me nevoja ndryshe. Strategjitë përpilojnë në bashkëpunim me UNICEF-in dhe kanë përfshirje rajonale. Ne tash jemi duke punuar për implementimin, tjetësisht adoptimin dhe aprovimin e strategjisë apo planit aksional për të drejtat e fëmijëve. Së bashku me UNICEF-in kemi përpiluar një strategji e cila është në harmonizim me regulativën e Unionit Evropian. Vetëm 2 javë më parë ministri në shkruajti një deklarat së bashku me ministrat e rajonit nën ombrellën e UNICEF-it për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Tiranë dhe në bazë asaj deklarate ne morëm përgjegjësi si shtet se do të punojmë për avancimin, përmirësimin e kualitetit të drejtave të fëmijëve në vendin tonë. Gjithashtu jemi duke implementuar projektin me UNICEF-in për intervenimin e hershëm dhe detektimin e hershëm të pengesave të caktuara tek fëmijët cilat kanë ngjecje në zhvillimin psiqik apo fizik. Dhe ky projekt do të jetë një projekt i cili do të mundsoj çdo prind që në kohë të samo të hershme të detektoj të fëmiu i tij, gjithsesi sistemi të detektoj pengesat e caktuara tek fëmijët të cilët kanë ngjecje në zhvillimin psiqik apo në zhvillimin mendor. Sabriu sqaroi se që nga bashkëpunimi me qendrën Blue Puzzle, atë Ministria për Punë Sociale, Demografi dhe Rini e ka ndihmuar financiarisht për të dhënë shërbimet që ofrohen për fëmijët me autizëm. Ne si Ministri nga viti 2023 kemi të nënshkruar kontratë me qendrën Blue Puzzle dhe ndihmojmë financiarisht për çdo shërbim cilën e jep qendra Blue Puzzle. Ministria ndihmon këtë qendër me qëllim që shërbimet në komunitet të jenë të qasshme dhe kualitative për njerëzit të cilët kanë nevojë gjithsesi për fëmijët me nevoja. Te qendra Blue Puzzle sot kishte edhe një vizitë studimore nga 2 universitete, njëri nga Republika e Turqisë dhe Universiteti i Tetovës, ku merrnin pjesë edhe studentë të cilët si gjenerate ardhshme do të punojnë me personat me autizëm.